Rikthehemi në studio për të shkuar në një prej qyteteve më simpatike veçanërisht këtë periudhë të Shqipërisë, siç është Gramshi, për të folur për një bimë shumë të rëndësishme, siç është levanda, sepse konsiderohet si një prej bimëve me rëndësi aromatike dhe gjë një përdorim të gjerë veçanërisht në industrinë e parfumerisë, të kozmetikës, të mjekësisë, të farmaceutikës e jo vetëm. Në fakt, një prej prodhuesve më të mëdhenj të levandës është Franca, por nuk mbeten pas së fundmi dhe vende si Greqia, Spanja, Turqia. Vitet e fundit ka nisur të kultivohet edhe në disa qytete të Shqipërisë, siç është Tirana, Elbasani, Kruja dhe Gramshi. Ka një event shumë interesant që zhvillohet këtë 28 qershor pikërisht në Gramsh. Në orën 17 do të jetë ëndra mbi Livando. Mua më pëlqen shumë dhe emri që i kanë vënë këtij eventi, por për të gjitha detajet e ëndra mbi Livando në Gramsh ne jemi sot në studio me Besian Ayazi, është kryetari i Bashkisë së Gramshit, të cilin e falenderojmë që gjeti kohën të jetë me ne për të ndarë të gjitha detajet për të gjithë ju që ndoshta do të keni dëshirë të merrni pjesë edhe të shkoni në Gramsh për këtë event. Besian, përshëndetje. Përshëndetje dhe shumë faleminderit për ftesën. Unë e gjej gjithmonë kohën si ish gazetar për kolegët e mi, por sidomos edhe për ato raste kur më kërkojnë të flas për Gramshin dhe për gjithçka ndodh në Gramsh. Dhe e vlerësojmë këtë pafund. Cili është qëllimi kryesor i këtij eventi dhe çfarë synon të promovojë Gramshi me këtë organizim ëndra mbi Livando? Qëllimi është një dhe i vetëm, për të bërë sa më shumë të njohur qytetin ton, për ta prezantuar te turistët, te vizitorët vendas por edhe të huaj, për të promovuar dhe për të prezantuar atraksionet e shumta turistike që Gramshi ofron. Gramshi përgjithsisht ka një turizëm gjithvjetor, por sigurisht ka edhe ai pikun apo atë fashon e vet të pikut të vizitimit nga turistët edhe vendas edhe të huaj, që është periudha nga maj, fundi prillit deri në shtator. Gramshi ofron një turizëm malor, turizëm të aventurës. Ne në gjithë hapësirën e madhe që sot quhet Bashkia e Madhe Gramsh, kemi ujvar, kemi kanjon, kemi shpella, kemi kala të vjetra, kemi liçene akullnajore, liçene kurative. Pra ofrojmë gjithçka që mund të kërkojë një turist, përveç se nuk ofrojmë ujin me krip ose ndryshe detin. Po dëgjoj, këto atraksione, le të themi, vetëm mund të them këto 5 vitet e fundit janë lakuar shumë edhe janë bërë më të njohura, sepse fal promovimit nëpërmjet të tilla eventeve. Është e vërtet, ka disa vite që është filluar të promovohet. Kanjoni Holtës për shembull së fundmi e kam fjalën për një 5 vjeçar, në mos gaboj. Po, është e vërtet. Është bëri famshëm. Kanjoni Oltës së bashku me liçenin e Dushkut, por edhe ujvarin e Sotirës janë 2-3 destinacionet më të vizituara në Gramsh. Sidomos në fundjavë, ditët e premte, por kryesisht të shtunë të diel, atje ka një dyndje të vizitorëve dhe më vjen mirë që të paktën në 2-3 vitet e fundit është shtuar shumë interesi i vizitorëve të huaj. Okay. Por ka edhe turist apo vizitor vendas që kanë pasur një eksperiencë më pashme, kanë mbetur të kënaqur dhe janë rikthyer për të dytën, për të tretën herë, duke marrë ndoshta herën e dytë edhe tretë edhe njerëz dhe miq dhe të afërm të tyre më shumë për ta vizituar. Faktikisht Gramshi në të gjitha destinacionet e tij të ofron një natyrë të vigër. Nuk ka ndërtime në këto zona. Nuk ka prekje të mjedisit apo shkatrim të mjedisit të pyjeve, ne fale edhe nismës fundit të qeverisë që ka të bëjë me paketën e maleve, si bashki, si një ndër 8 bashkit më të
si të thuash më të interesuara për këtë paketë. Kemi nisur punën për kemi ngritur grupin, po hartojmë planet, po ndajmë zona të zhvillimore dhe çka do ndërtohet në këto zona do të jetë e ndërtuar konform rregullit, ligjit dhe një planimetrie, patjetër në mbrojtje të mjedisit, mbrojtje të pyjeve, mbrojtje të faunës, florës e gjithçka tjetër. Okej, fantastike. Tani lokacioni ku do të zhvillohet ëndra mbi Levando është Kushova. Është Kushova. Po. Përse është zgjedhur Kushova? Sepse në i ofron kushtet optimale për bimën e lavandës. Shiko, Kushova nga ne bashkia si organizatore e këtij aktiviteti është zgjedhur për faktin sepse në Kushovë janë parcelat më të mëdha në gjithë rrethin ton, pra në gjithë bashkinë e madhe të Gramshit të mbjella me lavandë. Okej. Ka me qindra hektar të mbjell. Gramshi është si thua bashkia e dytë pas Malësisë së Madhe për hapësirat e kultivuara me lavando. Okay. Dhe sigurisht lavando dhe si çdo bim tjetër medicinale ka ato problematikat e veta sa i përket tregut. Në fakt tregu nuk është stabil gjatë gjithë kohës. Ka ato oscilacionet e veta, ulje ngritjet e veta, por këto nuk është se tregu është tregu i lirë, përcakton kërkesë oferta, janë grosistët apo grumbulluesit e mëdhej, eksportuesit e mëdhej që janë pjesë e bursës, pra unë dua ta prek si pjesë sepse është një shqetësim që më vjen çdo ditë nga kultivuesit e lavandos në qytetin tim, që ata janë shumë të bashkëpunues kur vjen puna për promovimin qoftë të bimës, por qoftë të aktiviteteve që janë në shërbim të promovimit të kësaj, jo vetëm të zonës së Kushovës, por edhe të lavandos, më shprehin shqetësimin e mallit stok apo produktit të stok që ka mbetur prej 1 apo 2 sezonesh. Por kjo është një gjë që e përcakton tregu, e përcakton bursa, e përcaktojnë këta që unë thash që janë grumbulluesit e mëdhenj apo eksportuesit e mëdhenj. Megjithatë ka praktika, ka politika nga qeveria për të quajnë stabilitet të këtij tregu, por ky është viti i dytë që ne e bëjmë këtë fest. Po, është edicioni i dytë. Në edicionin e parë ne patëm të ftuar këngëtarin Alban Skënderaj që solli një atmosferë shumë të ngrohtë, shumë të dashur me ato këngët e tij, zërin e tij. Dhe ëmbëlpuar sa lavandë. Po patjetër, edhe me aromë lavandoje. Këtë vit kemi 2 këngëtar, një band edhe një këngëtar, kemi Sardi Strugaj që kohët e fundit është rritur si këngëtar dhe ka patjetër reputacionin e tij, pastaj kemi edhe Renis Gjokën me bandën e tij që është tashmë i konfirmuar për shumë vitesh si një ndër rockstarët më të mirë në Shqipëri. Kena dhe aktivitetet do të ngrihen pikërisht në Kushov. Pikërisht në Kushov, aty kemi organizuar dhe aktivitetet e tjera, surprizat e tjera. Po çfarë do të ketë për gjatë ditës dhe kur nis organizimi? Ne nisim në orën 17 dhe përfundojmë deri në Perëndim. Okej. Do të jetë e arreduar me drita, me tufa me lavando, 2-3 grupe që bëjnë foto për të ftuarit, kënde të fotos, shërbim në pije, në catering, në gjithçka, pra kush vjen aty do të vi vetëm për fotot, më beso. Janë të mirëpritur të gjithë sepse besoj do të jetë një natë që do të kujtohet gjatë ashtu siç vazhdon të kujtohet edhe edicioni i parë i këtij festivali. Një pikë e rëndësishme në aktivitete të tilla kur bëhet fjalë për të promovuar pikërisht një zonë me kaq vlera sa ka kushtet optimale për të kultivuar lavandën është edhe përfshirja e komunitetit. Si ka kontribuar komuniteti në këtë aktivitet edhe në këtë event për gjatë 2 viteve? Unë thash pak në të dyja vitet, në të gjitha komunikimet që kemi pas me kultivuesit aty, sepse janë parcela që janë të kultivuara, patjetër që ai ka derdhur djerse mund gjatë gjithë vitit për ta arritur atë bim. Sigurisht kemi gjetë mirëkuptimin e tyre, bashkëpunimin e tyre, janë treguar shumë të gatshëm për të liruar dhe ndoshta hapësira të nevojshme për aktivitetin. Nuk kam çfarë të them përveç se falënderime për ta. Për bashkëpunimin dhe për gatishmërinë, por edhe shumë respekt për punën e palodhur që bëjnë çdo ditë në parcelat e tyre. Tani, a ka bashkia një plan për ta vazhduar çdo vit për ta bërë, le të themi,
është përvitshëm këtë event? Shiko, Ada, ne jemi të përkohshëm në detyrë. Unë kam një mandat 4 vjeçar me zgjedhësit e mi, me banorët e Gramshit. Për sa kohë unë do të jem patjetër qytetari i parë i Gramshit, do të vazhdojmë pa u lodhur dhe pa u penguar nga askush për të promovuar atraksionet e qytetit të Gramshit me aktivitete, me zhvillime të ndryshme. Patjetër, si në çdo vend kemi edhe nga këto kundërshtitë vogla që patjetër, që mirë bëjnë që janë. Mirë bëjnë sepse mua për shembull më bëjnë realisht drejt për drejt shumë mirë, sepse nëse një gjë e kam bërë jo në perfeksion apo afër perfeksionit vitin e kaluar, për shkak të këtyre kundërshtive unë e bëj edhe më mirë vitin tjetër, jo se nuk e bëj. Se këta janë ata që gjithmonë gjejnë, në çdo vend ka, janë komentatorët e Facebookut që atë punë kanë, shikojnë se si e bëre ti, po ndërkohë nuk bëjnë asgjë vet. Por unë jam i mendimit që këto janë aktivitete dhe zhvillime që nuk ta sjellin përfitimin në javën e parë, muajin e parë apo vitin e parë. Këto janë afatgjatë. Ne kemi pasur edhe në vitin e parë kur bëm aktivitetin e Andra Milivando, edicionin e parë, shumë pak ditë pasi ne e bëm, ne na erdhi një ndër kompanitë më të mëdha në botë, që është veshje, parfumeri, kosmetik, aksesor, që bëri prezantimin e parfumit të radhës me esencë lavando pikërisht në ato parcela. Po, në Kushov. Në Kushov, po, me shumë të ftuar të rëndësishëm të botës showbizit, apo jo vetëm nga Shqipëria, po nga gjithë rajoni. Pra, çka do të thotë që menjëherë për një javë pati një efekt. Unë nuk bëj të mundur të shes Livando aty. Unë promovoj zonën, unë promovoj Gramshin, promovoj turizmin dhe atraksionet e ndryshme të Gramshit që ofron në gjatë gjithë vitit. Ne nuk jemi aty me tezga për të shitur dhe për të lidhur kontrata për ta shitur Livandon. Por këto janë nga ato aktivitete që unë besoj fort që në një afat të mesëm, jo të afërt, pa afat mesëm, reagimi do të jetë dhe impakti do të jetë shumë i mirë për qytetin tonë dhe për atraksionet që ne ofrojmë. Për dikë që nuk e ka vizituar dhe nuk e njeh Gramshin, më besoj që një event i tillë të paktën e ka njohur me Kushovën, që mund të mos e ketë dëgjuar herë tjetër për shkak të Po, është vërtet. Na ka ndodhur që kanë ardhur për një aktivitet, kanë komunikuar me njerëz aty, siç njihen njerëzit me njëri tjetrin aty për aty, kanë shkëmbyer informacione ndryshme, kanë shkëmbyer dhe numra telefoni dhe pastaj i kanë të çuar në për destinacione të tjera ku kanë parë edhe më shumë për Gramshin. Por realisht jo se është qyteti im. Dhe jo se unë jam kryetari i bashkisë Gramshit, por Gramshi është një nga ato qytete që rëndom quhet qytet i vogël. Po. Realisht nuk jemi aq i vogël. Në shtrirje gjeografike ne jemi më shumë se 740 km2 qytet, pra bashki. Megjithatë, është një ndër ato qytetet e vogla që ofron shumë për turizmin. Me destinacione siç thash të ndryshme. Nuk besoj se gjen një qytet tjetër që mund të gjesh dhe kanjon, dhe ujvar, dhe liqen, dhe shpella, dhe kala mesjetare dhe paramesjetare. Domethënë, nëse një turist i apasionuar pas turizmit malor, do t'i gjejë të gjitha këto, por do të gjejë edhe turizmin kulturor. Do të gjej edhe ne kemi një fshat që quhet Grabova e Sipërme, që është një fshat shumë i vjetër, që më herët se Voskopoja, që mendohet nga shkrimtarët, por edhe nga historianët që kanë shkruar për Grabovën, që shumë vite më parë të ketë qenë më shumë se 15.000 banor. Pra aty ka kisha pafund. Që ka rënoja që ende nuk janë zbuluar, dhe një ndër prioritetet e mia sa i përket turizmit, kulturës, trashëgimisë kulturore, do të jetë edhe bashkëpunimi i fortë me Ministrinë e Kulturës për të arritur që të çojë një grup ekspedite atje për ta nxjerrë nga nën toka fshatin e vjetër.
Tani përpara një jave ne shkuam në Alpe dhe folëm pikërisht për disa problematika, veçanërisht turistët e huaj zgjedhin që të prekin disa shtigje të vështira edhe për shkak të guximit që kanë dhe por më pas hasin në incidente të vogla dhe një prej problematikave në këto anë, le të themi, është mungesa e këtyre grupeve të shpëtimit, të cilët mund t'ju vinë në ndihmë shpejt këtyre turistëve. A ka ndonjë problematik të tillë në rrethinat e Gramshit, në to atraksione që sapo përmende, infrastruktura, si është diçka për ata që ende nuk i kanë eksploruar? Fatmirësisht nuk kemi pas raste të tilla që kanë përfunduar me fatkeqësi. Por patjetër që raste emergjente kemi pasur. Ne kemi një shërbim të emergjencave që është shërbimi bashkë me shërbimin zjarfikës që janë në gatishmëri dhe janë shumë profesionist ata çuna që gjej rastin që ti përgëzoj për punën e përditshme që bëjnë, por infrastruktura rrugore në këto destinacione nuk është ajo që do dëshironin të gjithë, por nuk është një infrastrukturë e pakalueshme. Në disa prej destinacione, për shembull në kanionin e Oltës shkohet me veturë të vogël. Okay. Në liçenin e Dushkut shkohet me veturë të vogël. Në ujëvarën e Sotirës do foristrat momentalisht, pavarësisht se drejtoria e shërbimeve, drejtoria e infrastrukturës rrugore në bashki është gjithë kohës në punë për mirëmbajtjen e këtyre akseve. Këto janë akse rrugore që kushtojnë dhe unë si kryetar bashkie jam në kontakt me qeverinë që shumë shpejt, të paktën brenda 3 vjeçarit të ardhshëm, të treja këto destinacione të kenë rrugë automobilistike të standardeve pra të shtruara me asfalt. Dhe kam besim që do t'i arrijmë shumë shpejt, por sa i përket shtigjeve, ne kemi shtigje të ligjëruara, pra të standardizuara, por turistit të aventurës, të malit, asnjëherë nuk i dihet. Nëse ata janë eksplorues, janë eksplorator, ata kërkojnë aventurën. Ai ti thua shtegu është këtu, ai ka drejtimet e veta. Megjithatë, fatmirësisht ne nuk kemi pas raste të tilla, por kemi shtigje të miratuara, kemi shtigje të konfirmuara, pra ku mund të kalosh, të bësh hiking, të shkosh në destinacion jo nëpërmjet rrugës automobilistike, por shtigjeve, por sigurisht jemi duke punuar edhe për shtigje tjera, sepse në mbi 80% e gjithë bashkisë Gramshit ne jemi në relief kodrinor malor. Okej. Një ekspert turizmi para disa kohësh në studio më ka thënë që mirë është që në disa destinacione të larta të mos ketë rrugë të mirë sepse mbi popullohen dhe është e mira të ruhen ashtu siç janë. Megjithatë, unë nuk e them më këtë radhë, di se unë jam i paragjykuar duke qenë kryetar bashkie. Jemi në një pozitë të vështirë. Unë thoja në të mirë të turizmit që thoja, shiko, jo çdo destinacion malor duhet të ketë rrugë asfalt sepse para është kjo që do të ketë mbi popullim dhe do të ketë shkatrim më pas. Vërtet. Por dhe një gjë që destinacionet malore, turizmi i maleve dhe i aventurës është turizëm që do adrenalin. Dhe ato rrugët e çakullit apo rrugët që kërkojnë makina të aventurës 4x4, ato të japin adrenalinën e turizmit. Megjithatë, unë nuk e them për këtë sepse jam i paragjykuar dhe thonë, ore, po qeveria ka dëshirë ta bëjë, po s'na i dashka ky kryetari. Që kështu, unë them që po këmbgul fort që t'i bëjmë asfalt. Okej. Tani më fole pak më parë, ishim ende pa nisur intervistën që çuditen turistët kur vinë në Gramsh sepse është shumë i pastër. Janë ndërgjegjësuar, është një kulturë vetë e komunitetit për të ruajtur mjedisin edhe trashëgiminë në një farë mënyre. Është kulturë e komunitetit, qoftë në qytet, qoftë në fshatra. Gramshi ka prej vitesh kulturën e të vetë pastruarit. Por ideja është që kjo nuk mjafton, patjetër që ne kemi shërbimet tona, që çdo mëngjes e çdo mbrëmje bëjnë detyrën, qoftë në pastrimin e rrugëve, qoftë në lagjen e tyre, qoftë në dezinfektim të ambienteve, të gjitha. Por është e vërtetë që turistët, qoftë vendas dhe tuaj, gjën e parë që vënë në dukje Gramsh është pastërtia. Zor se mund gjesh një letër të hedhur apo një mbeturin të hedhur pa lidhje diku. Megjithatë,
nuk janë të gjithë njësoj, por e përgjithshmja është që po, janë ndërgjegjësuar. E kemi kulturë të trashëguar, nuk e kemi ndërgjegjësim të viteve të fundit. Okej. Tani, çfarë eventesh të tjera kulturore do të ketë në vazhdim përveç ëndra mbi Livando që është të shtunën nis në 17. Ne kemi pasur qelin e sezonit që e bëm në 1 qershor, e bëm në një prej destinacionet tona kryesore që është liçeni i Dushkut ose siç thon vitet e fundit liçeni i Zambakëve. Ajo është një perlë e natyrës, aty me të ftuar, me këngëtar të ndryshëm, me surpriza të ndryshme, ai ishte qelja. Më pas kalojmë me festën e Livandos, ëndra mbi Livando, në 10, 11 dhe 12 korrik, në ditën që ne kemi festën e qytetit, kemi një aktivitet që quhet Open Cinema, pra aty kemi edhe kinema të hapur, kemi edhe të ftuar këngëtar, kemi edhe aktorë që do të performojnë, të njohur si Ndriçim Xhepa, por kemi të ftuar këngëtar si Irma Libova, Eranda Libova, Liliana Kondakçi, për brezat e nostalgjisë këngës së vjetër qytetare. Pastaj do të vazhdojmë me festën e Gushtit, pra në 3 ditë e 3 net ne kemi një festë të rëndësishme si qytet, një datë të rëndësishme të qytetit që buron nga një datë partizane, një datë lufte, ku ka të bëjë me zonën, me krahinën, por e kemi kthyer në një datë jo vetëm të përkujtimit, por edhe të festës të qytetit, sepse përkon edhe me muajt që emigrantët e larguar kthehen në qytetin e tyre. Nëse kur e fjalë do të jetë dhe gastronomia, se nuk e prekëm, por është një pjesë shumë e rëndësishme. Patjetër është pjesë përbërëse e çdo aktiviteti ton dhe ne nuk është se i largojmë të si thua ata që nuk janë nga Gramshi, por nuk përjashtojmë as ata që janë nga Gramshi. Ne aktiviteti i bëjmë me vendasit, pra sa i përket së pagu për shërbimet dhe për gastronomin, por patjetër kemi edhe të ftuar që duan të marrin pjesë apo me kërkesë tyre që janë nga Tirana, dhe ata janë të mirëpritur. Kemi pasur bashkëpunime në disa nga këto kompanitë e ndryshme dhe kemi mbetur shumë të kënaqur. Ne kemi Gushtin që është, siç thash, është 3 ditë e 3 net, që është një 3 ditë e 3 net të mbushura me aktivitete. Okej. Tani për ata që nuk kanë qenë ndonjëherë në Kushov, sa minuta është nga Gramshi? Është rreth 20-25 minuta. Okej. Unë ta bëra këtë pyetje përpara se të hynim në intervistë, por duke qenë se jemi koleg, do doja që ta bëja edhe tani live. Si është të jesh kryetar bashkie? Është shumë bukur, por është edhe shumë impenjative, shumë e vështirë, sepse nëse do të bësh kryetarin e bashkisë si një turist, është një punë që të falë kënaqësi pa u lodhur. Por unë kam zgjedhur ta bëj detyrën e kryetarit bashkisë ashtu siç e përcakton ligji dhe detyra si qytetar i parë i qytetit tim, dhe patjetër që ka lodhje, ka përgjegjësi të mëdha, ka impenjime të tilla që të detyrojnë të marrësh nga koha e fëmijëve dhe familjes tënde dhe nga koha jote private dhe t'ia përkushtosh vetëm punës dhe qytetit tënd. Por do të thoja që në fund të çdo dite më besoj që un jam shumë i kënaqur sepse kam zgjidhur 1, 2 apo disa problematika dhe jam përpjekur të bëj të lumtur një lagje, një fshat apo një person në ditë. Bes, falenderoj shumë që ishe në studio dhe të uroj shumë suksese, vërtet. Jo vetëm si kryetari i bashkisë, do duhet të thoja zoti Desjan Ayazi, por si ish koleg, ma lejon besoj këtë konfidencë. Patjetër, ja kam lejuar të gjithëve, patjetër që edhe ju si kolege, po unë doja shumë realisht dhe sinqerisht ju falenderoja për ftesën, edhe për mundësinë që më jepni që të flas për qytetin tim dhe për aktivitetet që ne kemi atje dhe bëjmë gjithkohës, por doja t'ju falenderoj edhe për një nostalgji të vogël që ma rikhthyet në këtu në Travel, Radio Travel. Ka qenë një prej zërave të Radio Travel. Sepse kam qenë shumë herët bashkëpunëtor i jashtëm i radios dhe e kam realisht filluar në radion publike
Radio Tirana dhe është mikrofoni i radios është një ndër pasionet e mia, por që nuk e di si dihet asnjëherë. Po, absolutisht. Shumë faleminderit. Shumë suksese. Mos harroni në orën 17:28 qershor në Kushov në Gramsh, ëndra mbi Livando. Mund të merrni pjesë, mund të bëni foto, mund të shihoni gjithë në koncertin dhe organizimin që do të bëhet aty këtë të shtunë. Kështu që mos e humbisni. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio.